Kryesor që paralajmëron se si do të jetë rezultati i zgjedhjeve është kodi zgjedhor. Pra, nëse në 2021 u bllokuan rotacionet një vit përpara, në një farë mënyre ky ishte mesazhi u bllokuan koalicionet, ky ishte edhe mesazhi i bllokimit të koalicioneve. Po, ky ishte mesazhi i bllokimit të rotacionit në 2021. Ti shikon që gjëja e parë që ti vren thash nëse ka sinjale apo jo për ndryshim pushteti është pikërisht kodi zgjedhor. Dhe çfarë vret te kodi zgjedhor? E para, listat e mbyllura 30%. Çka është domethënë e gjitha një dizavantazh i madh për sa i përket opozitës. Asnjë opozit në botë nuk do ta pranonte që të hynte në këto zgjedhje me listat mbyllura. Sepse këta e firmosen vetë, more. E kërkuan vetë më saktë. Këto pra janë ato që po them. Këto janë sinjale që qytetarit, pavarësisht se këta përpiqen ta injorojnë, madje kam dëgjuar përfaqësues politik që e quajnë popullin dele dhe sklever, çka është anormale, sepse s'mund të thuash dele dhe sklever dikujt që nuk pranon të nënshtrohet për shkak se e kupton që ti e ke dorëzuar rezultatin tavolinë. Pra, listat e mbyllura ishte, domethënë, sinjali që nuk do ketë rotacion, që ishte e para. E dyta, ti shikon ofertën politike, programin politik, që pak a shumë, ashtu siç tha Marsidi, kjo më shumë se sa fushat, ishte një shkëmbim batutash, replikash, asgjë më shumë se sa. Pra, nuk u bë në interes apo le të themi për hallin e qytetarëve. Domthonë, nas një studio të garantoj unë, por edhe nëpër takime nuk është diskutuar kurrë për cili është halli i vërtet i qytetarëve. Tjetër, ke pasur komponentin ndërkombëtar që është heshtje se nga pikat, heshtja ndërkombëtare. Heshtja ndërkombëtare. Pra, ti ke patur një pavarësisht përpjekjes Partisë Demokratike për të sajuar një mbështetje ndërkombëtare për sa i përket, ti lexon që nuk ka akte të qarta për sa i përket Shtetet Bashkuara të Amerikës në raport me statusin e zotit Berisha, sepse ajo ka qenë gjëja më e diskutuar. Dhe më të mërshpja pastaj janë ekipi, lista. Ti shikon nëpër listat e opozitës, listat e mbyllura të opozitës, ti shikon çfarë? Ti shikon që janë njerëz që janë aty për të garantuar dhe blinduar pozicionin e liderit Partisë Demokratike pas këtyre zgjedhjeve. Pra, janë vendosur besnik, janë vendosur njerëz që nuk kanë dhënë asgjë, njerëz që po t'i lësh në listat hapura të garantojnë nuk marrin asnjë vot, sot që flasim. Pra, janë disa element që qytetari që këta e mendojnë se është jashtë loje dhe nuk i kupton, të garantojnë që i kupton shumë mirë. Prandaj nuk shkon të votojnë, no? Ndaj nuk shkon të votojnë. Jo, është sigurt kjo. Ndërkohë, mosvajtja në votim është një mesazh i qartë i faktit që qytetarët e kanë kuptuar pafuqinë e tyre për të ndryshuar gjërat nëpërmjet votës dhe ky është tmerri më i madh, mendoj unë, apo mesazhi më i rëndë i këtyre zgjedhjeve, çka nuk është se po them po e zbulojmë si diçka që sikur shpikëm diçka, por që është tmerr ta mendosh që shumica e qytetarëve nuk besojnë më që gjërat mund ndryshojnë nëpërmjet votës, prandaj ikin dhe prandaj shpopullohet ky vend në kuptimin që unë do të vetëm një gjë që 2009 është shumë larg tani. Por e vërtetë është. Unë do të vetëm një element. Marsit se do jo desha të sa hymte biseda faktikisht, por jo unë do të shtek këtë gjë, pse PD-ja, pse Partia Demokratike pra, është në kotat e veta më të ulta sot, në kuptimin e besueshmërisë publike ose të asaj që quhet entuziazmi i madh për rotacion. Pra, domethënë 12 vite që një parti të pushtet dhe opozita mos ketë entuziazëm dhe mos ketë kaq shumë pathos për ndryshim, unë mendoj që ka 4 elemente. Elementi i parë njëherë ka qenë lufta e brendshme në Partinë Demokratike, mas përjashtimit zotit Berisha. Dhe dihet që grupimi i zotit Basha në pjesën më të madhe të përbërës ka ish kryetar të degëve, të cilët kanë qenë realisht bletët punëtorë që mblidhin vota dhe që kishin raporte me komunitetin. Ka qenë struktura organike më e fortë që mbante në këmbë Partinë Demokratike. Tani çfarë ndodhi? Ndodhi një dyzim, sepse si le të them, arkitektë dhe inxhinierët i mori zoti Basha, kurse një pjesë e militantëve
me një leadership I cili nuk ka besueshmëri ose pëlqim në popull, I mori Berisha. E para. E dyta, po të vëmë re, kemi ikjen e zotit Gonshejaj, që I ka hequr votat, se votat djatha. Kemi krimin e partisë të zotit Lapaj dhe po ashtu krimin e partisë të zotit Dashej me zotin Enkeleta Libeaj dhe me një pjesë të ekipit të Lulbashës dhe një pjesë të ekipit të Berishës. E treta, mendoj që Sali Berisha nuk I u përmbajt premtimeve të tij për të ndryshuar leadershipin. Nëse kujtohet kur bëri foltoren tha, deputetin që do të përfaqësojë do e zgjidhni ju, I tha. Nuk do e zgjidhni më kryetari PD-s as kryesia. Çfarë ndodhi? Sali Berisha futi listat e mbyllura me kodin siç e tha Andi me drejt zgjedhor dhe me marrëveshje elektorale që kërkoi vet, që një pjesë të ishin në listë mbyllur, një pjesë të ishin në listë hapur, sepse çfarë perceptimi krijoi kjo? Krijoi këtë perceptim, ja u them unë, që zoti Berisha u parapërgatit që nëse u mbet zgjedhjet, ekipi që do ishte pjesë e PD-s mos I kërkoi dorëheqjen. Dhe po ta vëni re sot, kur shkoi të votonte, ju bë pyetja, nëse zoti Berisha nëse unë zgjedh do jepni dorëheqje, e shmangu. Po, e vërtet. Po askush nga ata nuk I kërkon dot dorëheqje. Pse? Ju garantoj listë mbyllur ataj. Shiko, un kam një rast konkret, nuk do ta them me emër. Po. Dikush deputet sot në Partinë Demokratike, deputete nuk po e cilësoj fare, diku e pyes dhe I them, si ka mundësi tash që për të bërë një pyetje provokative, nga Basha thash kalua tek Berisha, ishte edhe në kohë arrestuar, shkonin tek rruga e Berishës poshtë. Bashën tha nuk e pranonin dot si leadership. Ndërkohë tha mua më duhet të kem pozicionin deputet dhe këtë ma garanton Berisha. Tekstualisht fjalë që po them dhe më e përgjegjësi për këto që un po them. Është drejt me unë besoj se e thon pjesa më e madhe. Jo, ma ti themi gjëra ta kuptojnë qytetarët, domethënë se ne këtë kemi ne për çfarë vendosen listat e mbyllura, domethënë kupton pozicion deputet 4 vite dhe 4 tira shkon 8 ai. Le ta marrim. Shkon rroga 5 milionë. Dhe nëse nuk zgjedh më deputet me 80% të rrogës, le ta themi deri në momentin që ta filloj punën se dalin pension. Ka njëri që ka qenë 2 mandate deputet mund të rri derisa dalin pension pa punë me 80% të rrogës. Po Marsit, unë nuk kam problem me emrin. Nëse baza voton zotin Berisha, nuk ka asnjë lloj problemi. Problemi I madh që kam unë është dështimi I madh që sepse një nga, le të themi, premtimet e mëdha zotit Berisha ishte bashkimi I Partisë Demokratike. Dhe nuk e realizoi. Ndërkohë sot një nga arsyet që mund ta çojnë në dështim Partinë Demokratike është pikërisht se Partia Socialiste është përballë 4 partive demokratike. Pra është përballë djathtas për zhvillim, është përballë Lulzim Bashës me koalicionin Euroatlantik, është përballë atij Agron Shehajt dhe sigurisht është përballë edhe Shqipëria bëhet çka nëse të gjitha këto zoti Berisha do të kishte fuqinë dhe unë aty e shoh fuqinë e një lideri, fuqinë përbashkuese. Dhe zoti Berisha e ka këtë fuqi, nuk është se nuk e di, por nuk duhet kuptuar arsyeja dhe këtë do e kuptojmë pas këtyre zgjedhjeve. Arsyeja pse zoti Berisha nuk I bëri bashkë të gjithë. Bonusin, përgjegjësinë për t'i bërë bashkë e ka, le të themi, kryetari I partisë më të madhe dhe dështimin apo përgjegjësinë për coptimin e opozitës e ka sigurisht kryetari I partisë më të madhe. Po sepse I deklaroi më redo, atë kujtohet se tha kur shpat në ngrata, kjo do jetë lufta ime personale. Ju kujtohet, ka dalë nga hoteli Rogneri. Nuk do e përfshitha Partinë Demokratike me këtë punë, është problemi im personal, do vazhdoj luftën time. Ndërkohë që kur u përjashtua nga grupi parlamentar bëri pikërisht kundërtën. Kujtohet Egon? Kjo është ajo që bëri zoti Berisha. Egon. Dhe ktheu Partinë Demokratike mjetin për të rivendosur të drejtat e tij personale, jo interesat demokratëve. Që ta mbyllim Egon sepse duhet kalojmë publicitet. Po, një koment fundit për sa I përket këtyre gjërave që diskutuam, ti e shikon. Po shiko, Red, në bazë se pritshmëritë tona janë të gabuara në këtë rast. Ka një tezë që qarkullon në opinionin publik, pa përmendur atyri që e kanë autorësi, që Partia Demokratike në fakt nuk synon fitoren. Partia Demokratike synon mbijetesën. Kështu që në këto kushte, duke folur me këmbë në tokë dhe duke parë situatën ashtu siç është, mbase Partia Demokratike dhe leadershipi I saj ka bërë zgjedhjen e duhur duke barikaduar listën me persona politik. Dhe kaq, për këtë kur nga ana tjetër duhet shohim se sa vota të majta do të arrijnë Lëvizja Bashke e Arlind Qorit dhe Partia Social-Demokrate e Tom Doshit
i shkëpusin Partia Socialiste, se tha që Partia Socialiste në këto zgjedhje është përballë katër partive demokratik. Ndërkohë që duhet shohim në sa pjesë do të pjesëtohet edhe vota e majtë. Pse mendon se Lëvizja Bashk dhe Lëvizja e Doshit do shkëpusin vota nga Partia Socialiste? Aq sa thash të ndikojnë në rezultat apo në humbjen e ndonjë, le të themi, mandati deputeti? Unë besoj që Lëvizja Bardhin Qorit do të jetë surprizë sa i takon pensionistëve. Një surprizë e keqe për Partinë Socialiste. Ndërkohë që sa i takon Lëvizjes së Doshit, Partia Social-Demokrate. Duhet parë në qarkun e Shkodrës, por mund të ketë surpriza edhe në Tiranë. Keni parasysh që entuziazmi që shfaqet në tubimet e Partisë Socialiste nuk është organik. Nuk është i vërtetë, është një entuziazëm, unë thash dhe pak më parë. Është një entuziazëm i detyruar. Dhe unë kam shumë raste, tani nuk di ta përkthej në përqindje këtë, nuk dua të jem evaziv, abuziv, por di të them që në administratën publike, që mendohet që të jetë edhe kontingjenti më i sigurt i votave të Partisë Socialiste, nuk është aq i sigurt. Mirë, shiko. Kjo ndoshta ju e thatë që mund mos jetë organike për sa i përket saj, thatë për pensionistët, por nuk kam bindje që pensionistët në Shqipëri kanë një lloj trashëgimie kulturore dhe mendimi për sa i përket mënyrës se si duhet votojnë, që nga periudha komuniste, kështu që e shohin Partinë Socialiste shumë pranë tyre. Sigurisht mund të ketë një lloj firoj që mund të shkojnë drejt Partisë Lëvizja Bashk në këtë histori, por nuk e di nëse ka qenë e mjaftueshme, le të themi, fushata që Arlind Qori apo mundësitë që mund të ketë pasur, se do dhe mundësi financiare, do burime njerëzore, do burime mediatike dhe kanale komunikimi, nuk e di nëse i ka pasur edhe që një rrjet social ku aty Arlindi ka bërë fushatën të mund të shkojë një pensionisti dhe thash trashëgimia e këtij mendimi në raport me PS-n dhe partinë se shohin si një lloj trashëgimie të së shkuarës, kam përshtypjen që nuk do të rezultojë e tillë gon, por megjithatë do duhet presim ose çfarë. Ajo që e gon, ajo që mund të them unë në raport se teza jote është interesante, por ka një problem. Të gjitha partitë që unë të citova janë parti që janë shkëputur drejt për drejt nga Partia Demokratike. Lëvizja Bashk nuk është një çarje brenda PS-s. Lëvizja e Doshit nuk është një çarje brenda koalicionit, por jo brenda PS-s. Dhe Ramën tjetë gjon shpesh që do të 74 i ka patur pa Doshin në ndërkohë që le ta themi gjithë partitë të tjera të vogla, për shembull vetë zoti Lapaj ka shprehur interesin dhe më përpara dhe ofertën e tij, me diu nga burimet e tij të brendshme dhe mbaj përgjegjësi për këtë që ka dashur të bashkohet Partisë Demokratike. Madje vitin 2017, nëse kujtohet, ka qenë edhe në çadër, ku fliste për liderin e madh Basha, si lideri i opozitës, si kryeministri i Arçëm dhe